Pallati Elysee ka publikuar listën me 34 anëtar të qeverisë së re të Francës, në krye të cilës qëndron sërish Sébastien Lecornu. Ai është riemëruar në detyrë vetëm 2 ditë më parë, pas një serie konsultimesh për presidentin Emmanuel Macron. Në kabinetin e ri, disa prej ministrave kryesor ruajnë postet që mbanin më parë. Lescour konsiderohet si një prej aleatëve më të afërt të presidentit Macron dhe një figurë kryqe për ruajtjen e ekuilibrave politike brenda qeverisë. Sipas të dhënësit të presidentit, një prej prioriteteve kryesore të qeverisë së re është përgatitja e borxhit për vitin 2026, i cili duhet të dorëzohet brenda së mërkurës për të respektuar afatet kushtetuese. Lecornu përballet me një mision delikat, uljen e deficitit të lartë buxhetor në Francë. Krau konservator kërkon shkurtime të forta në shpenzime, ndërsa liberalët e majt ngrenë zërin për vendosjen e një takse ndaj miliarderëve dhe pezullimet e reformës së diskutueshme të pensioneve që ndërmori vet Macron. Në këtë klim të tensionuar politike, Lecornu ka hapur këtë mundësinë e një dorëheqje të re nëse parlamenti nuk miraton buxhetin. Një javë më parë, kabineti i tij i parë nuk mbijetoi dot as 14 orë, duke shkaktuar tronditje në skenën politike franceze.